Hadi güzel. Ne sokanacak? Yumuşum tamam gel. Cheers. Se la llevo dando filo. Unë e kishë ko, duke në pashaport që është, kryer që sëratë, vëj saba punotin 26. Ase, edhe shkej, kondë në botën e ma kanë numër, atë do shkej s'ka për pashaport, ko do të Se në shumë i dojë sa të ditë forë, po mi apon GPS-i bënë me? Erdhe në vonim deli, që prezentoj tonë kryetar të rritë. Një të një shumë të që mundën se... Ova ka murtaj. Dhe jetë gjatë janë. Tiki ka një erë pra shi me hoqën që ishte Spam gjënë. edhe brejti kishte Do vazhdo më ose e pret. Vaznia kampioni. Fotoraporteri më simpatik që ka media aktuale shkodrane dhe me gjërë. Marrë së Suksese. E kam bërë për të Michiganit, se më kanë thirrë nga 2-3 herë atje, dhe tham sinqerisht më kanë futur më bërë shumë, dhe kishe qef me a shpërbly një farë mënyrë. Sigurisht që të a shpërbly me vllazninë, me flamurtarin edhe me kontarin, kisha thonë që është një vlerë. Dhe kisha thonë që një kançanë. Faleminderit i bafile, inshallah në të ardhmen edhe më shumë lidhena. Faleminderit. Na bani një vizitë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe na kena mundësi, por kena më shumë qejf me ju prit. Faleminderit që të kemi. Përshëndetje tjetër. E para dhe më kryesorja, dua të falenderoj organizatorin e këtij eventi, Hussein Zmijan. Dy fjalë shkurt fare. Po të shikosh në këtë sallë, është një histori e madhe që faqet të fundit nuk ka. Historia e këtyre njerëzve është lavdi, është nder dhe është një meritë e jashtëzakonshme për kombin shqiptar. Por do ta përfundoj kështu shkurt. Një simbolik për ta njerëz që kanë ardhur nga Amerika, kam qejf të dhuroj një simbol flamurtarit për faqësuesit e tyre mund vi. Nuk di anglisht, kështu që hajde shqip tu që ta shqip. Të janë simbolet e flamurtarit dhe ke përshëndetje nga gjithë grupi jëmë. Ju falenderit gjithë. Faleminderit për te, Leru. Na malsort e kena pak edhe lidhje me flamurtarin, se nuk e di se kush I vjen në vend parë. I bërë një gabim të vogël, s'na prut një grush dhe që jam lejt të ndjek. Jena faleminderit për tonëve, Hussein Zmijani, edhe jena Lerim Lumaj që ne keni bëhat mujtë në këtë punë. Faleminderit
e ju zgjedhë i Kërshi Faqebar. Vllaznia është klubi i shpirtit marxisë madhe. Ai s'bën me thonë se Da la mini Michigan. Okej, në vizat I kemi se për vjet ishim Chicago. Në tjerën Atëre, dakord. Dhe tani do u prezantoj njëri. Mund t'jenë nga 15 mëdhenj në botë, sot të madhin Josip Gjibali. Ma të gjithëve. Natyrshëm se pas maestro Gjipalit është e vështirë të marrësh fjalën sepse Gjipali është I famshëm dhe bëri gjithçka në këtë ambient, por duke përfituar nga kjo mbrëmje ka se jashtëzakonshme, në emër të gazetarëve sportiv Shkodran, dua të përshëndes gjithë këto hyje të futbollit shqiptar që janë prezent, sepse janë me të vërtet ajka e futbollit shqiptar, me vllaznin, flamurtarin, kombëtarin dhe e veçanta e kësaj mbrëmje është edhe përfshirja e kombëtarës nga Misigani me në krye pikërisht I sportistët e vllaznis Edmond Zajnuni dhe Blerim Lumaj, të cilët ishin mysafir në këtë turne, me vërtet qaste emocionuese sepse janë njëri më I spikatur se tjetri nga vllaznia kampione e disa viteve, e 9 viteve në radhë tek flamurtari, dy skuadrat e cilat në këtë sezon futbollistike kanë pretendime, vllaznia është më afër se kurrë titullit kampion dhe shpresojmë se në majën e ardhshëm të jetë kampione për herë të 10, sepse xhasat janë të tilla, por urime edhe për flamurtarin me rikthimin në Super League dhe bazuar në traditën e këtij brezi që është sonte I ftuar, nuk po I marr me radhë, sepse janë të gjithë hyje, njëri më I spikatur se tjetri, ky flamurtar do të dinë se të qëndrojë në Super League dhe madje të jetë edhe në katat e sipërme të tabelës së klasifikimit. Por dua urime, përgëzime për vllaznin, por edhe për flamurtarin, këto dy klube të cilët I kanë dhënë shumë futbollit shqiptar. Mjafton të themi se nga kampi Vlonjat, në intervistat që unë mora sot në pistën e stadiumit të Oroborishi, Sokol Kushte I Madh theksoi një episod të veçantë. 17 vjeç e ka filluar futbollin për herë të parë në stadiumin Oroborishi në ndeshjen vllaznia flamurtari, ku flamurtari fitonte 3-1. E mbante mend atë datë të fillimit pikërisht Sokol Kushta. Por urimet për Kushten duhet të them tek miqtë e ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë miqëstan të përbashkët. Unë kam pasur rastin të vizitoj edhe në Michigan, është një komunitet shumë sportdashës, janë emra të spikatur, por mes tyre kam veçuar Edmond Zajnuni, një ish portier të kombëtarëve të rive të Shqipërisë, por edhe një ish kampion I handbollit, I cili ka ngritur një akademi të futbollit të shqiptarëve në Michigan, së bashku edhe me Blerim Lumajn që është prezent, por edhe me Kol Lulajn që ishte edhe më I spikatur I kësaj skuadre sonte. Për të mos ju mërzitur më shumë, urime organizatorit kryesor që është I madhe Hysen Smjani, I cili pas ditëlindjes së tij të 60 organizuar në kompleksin Smjani që kaloi në Superfest. Kjo është mbrëmja e dytë që mbledh yjet e futbollit shkodran, e futbollit shqiptar dhe mbar shqiptarisë. Shpresojmë duke mbyllur me urimin e një vllaznie kampione në majin e 2026 të festojmë se më tepër se kurrë kapiteni I vllaznisë që është sonte në këtë banket, në këtë mbrëmje, Beki Mbalaj, që e ftoj pranë mikrofonit për të përshëndetur edhe mbrëmjen e sotme, të ngrej lart trofeun e 10 kampion të vllaznisë që me aq shumë padurim dhe emocion e pret një Shkodër e tërë dhe një tifozëri e madhe në Shqipëri dhe jashtë saj. Beki Mbalaj, ja premtoni
tifozërisë shkodranit këtë titull? Po, them drejtën herë do të nisë me përshëndetje për tonë pranishmit to. Normalisht për mua është kënaqësi, vlerësim të jem mes këtyre legjendave të futbollit shqiptar. Sigurisht që unë i kam pa domethënë unë i vogël, po i pjesë kam arrit, i kam pa dhe të luj, pjesë kam pas fatin të luj me ta. Brezi më herët, normalisht që unë rri kujdimet edhe nga njerëz të mi të afërt, se gjithë jemi të lidhur në sportin, kështu që figurat në rume edhe ne jemi realisht të ngërsuar që jam prezencën tuaj. Normalisht edhe miston Malcor, si Malcor i tyne edhe unë. Realisht na kanë ndërruar për pjesëmarrjen e tyne, tash inshallah kena fatin ja u kthejmë vizitën. Vizitën atje. Me përmtu është gjo madhe, më them, po që Shkodra dën, Shkodra pret, kështu që realisht dëshira është e gjithëve, unë si futbollist do të bëj maksimumin, gjithë si futbollistka do bëjmë maksimumin dhe shpresojmë shumë që të mbjellemi për të festuar titullin dhe titujt e vllaznisë në Tavën. Faleminderit gjithë. Faleminderit Bekim, urime dhe shpresojmë të realizohet dhe premtimi juaj, duke mbyllur atë që theksoi edhe vetë Bekim Balaj, përfaqësuesit nga Mexikani me Blerin Lulen Blerin në studio që ja ishin prezent. Mbyllim këtu duke shpresuar të takohemi në takimin e radhës që do të zhvillohet në Michigan, siç e premtoi edhe vetë Blerimi me kolegët e tij, të gjithë së bashku që janë këtu, kjo skuadër e mirëfill këto yje të futbollit shkodran dhe të shqiptar të jenë musafir në Michigan. Dhe ka kërkesat në vetë Blerimi të jetë në mikrofon për ta konkretizuar këtë festë në mënyrë zyrtare. Mirë mbrëma tonë me herën një maj vogël i gati për këtyne vjetërve, i viteve më unë. I thash edhe këtyne faleminderit se për juve 100 herë. Që keni ardhur në bjellë, falenderojmë shumë Hysmianin. Edhe kjo ka kanë ëndër për tonë ne jo me luajt futboll me ju, po me ju po. Falenderoj shumë dhe shumë të mirë që ka marrë tonë për këtë në punën, se nuk është Amerika që mirë që kollajt sa flasim tonë, por në këtë tonë punë, punojmë, kena ardhur kena lënë, por si na keni prit ju, kena qef me u kthye paktën afër jush. Jeni të mirë pritun, vetëm na thon datat, 2-3 ditë përpara s'dona data për kampionatin e Rrugë, na do të bëjmë mujtën. Me një prit në Detroit, jo vetëm vllaznia. Çdo shqiptar që ka lidhur futboll që janë më mëllej, janë mirëpritur me atë ne, për sa dim, sa mundna do të presim. Për të mbyllur njëri nga përfaqësuesit e flamurtarit, kompetenti siç e quajë dhe Vasili Rusi apo Rapo Taho, njëri prej tyre në mikrofon për ta mbyllur këtë ceremoni. Vasili Rusi. Edmond Zenuri ka një përshëndetje. Përshëndetje logjike se i përshëndeston. Ishte diçka e madhe për ne me ardh me lut me këta figura. Ishte kënaqësi, po Vasili Rusin e respektoj që vitet na ka dhënë Barcelonë. Dash ta hapi vet, që me të heq emocionet. Po Edi vazhdo. Me sa di unë, Harun Miloti ka ardhur të përshëndesë në emër edhe të kryebashkiakut të shkollës Benet Beci, i cili ka mbështetur këtë aktivitet Kupa Miqësia 2025 me pjesëmarrjen e vllaznisë, flamurtarit, të kombëtarëve të Shqipërisë, si dhe ekipit përfaqësues nga Michigani tërësisht shqiptar. Me mbrëma gjithve, Barcelona nuk kam me thamë. Ja, për Barcelona, por... Ju rojë gjithë dhe mi të ardhin sot dhe shpresoj që ky aktivitet të bajmë për çdo vit dhe të jetë një aktivitet si sot. A një gjënë bashkia se? Po, ne po thëmë, urojmë që sot shkojnë sa më mirë dhe çdo vit bëjmë këtë aktivitet dhe mendojmë dhe shpresojmë që edhe ju të vini nga Amerika çdo vit. Falenderoj edhe flamurtarin e Lorës për mesazhin, kontaren shqiptare
dhe me fan drejtën fjalën të jap kisha qenë me dhanë kapitenit kontrarës Rudi Vallaro. Dhe dy fjalë. Se sot s'ka thënë si ka. Oroni, a duni me djarë fotbin e qënë Ameriku në të da? Nigo, me kujtimin me vështi. Se volet thot, kam kënë kapiten para Rudit, por gjithësisi me qena në Shkodër, dhe hysave kënë kapiten, por gjithësisi knatësia veçanë me kanë me njerëzit më të rëndësishëm të historisë paktën që kam kalu në futbolin shqiptar. Me gjithë të brezat që unë jam motivu e kam mësu shumë për e tyne, sidomos për e tyne figurëve të rëndësishme që kam bërë deputimin tëm të Vllaznia Shkodrës në moshën 18 vjeçare, me profesorin Aseta Fizi, arkitektin e asaj vllaznie, mendoj ndoshta më të mirën vllazni të në kohëve, me Zmianin, me Dedjen, Toshin, Thanin, gjithë të figurat që sinqerisht për mua kanë janë me lujt për krah tyne, por gjithsesi jam krenar që kam arrit me shpërbly besimin e tyne në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe në kohë sot është një skuadër e madhe e kampionatit shqiptar, figurat më të rëndësishme të flamurtarit e Vlonës, atij flamurtar që normalisht me historinë që kanë këtu si flamurtar në Kupat e Evropës, sidomos me Partizanin e Beogradit edhe me Barcelonën, në ato neshje që kanë një homë në futbolin evropian. Gjithë të shqiptarë që normalisht nuk ishin të njohtim, por kur mendon që Vasili Ruci, Sokol Kushta, Rapo Taho, Kreshnik Qipi, gjithë të figura, Ilialli, Lugdit, Gjon Dela, Zijaj, dhe më hanë, unë, kur kam lujtë unë atyne, janë duk një skuadër që ti e kuptoshe që ishte një energji e vërtet në tyne burrave, e kuptoshe që ka ishin shumë bashkum dhe kishin një përbashkët që luftoshin për vlerat e qytetit tyne. Vjen mirë që jugu me veriun është bashku dhe kalon mirë, sepse historikisht janë mundu është edhe me në përqa, po ku i shohim tanto njerëz që jena kaq afër e kalon kaq mirë njëri me tjetrin, tregon që shqiptari ka vlera të jashtëzakonshme humane, edhe tradita domethënë vazhdon me jetu. Faleminderit edhe për miqve për në Qiganit, sigurisht që unë jam malcor në gjak, edhe sot e mora vesh që shumica këtyne djemve që janë djemë të ri që kanë nërtu një jetë me sakrifica në një vend si që është Amerika dhe prezentojnë Shqipëninë në mënyrën më të mirë të mujtun. I falemnderoj për pjesëmarrjen e tyne dhe për punën e mirë që kanë bërë për me ndëru emrin e shqiptarit në Amerikën e Largët, nuk është diçka e vogël, por kur i shikon që janë tanë djemë të ndershëm, janë tanë djemë të rregullt punëtor, edhe shikon që kanë një krenari të malcorit dhe njihem krenar që jam pjesë e kësaj krahine dhe faleminderit për pjesëmarrjen. Shpresoj që të vazhdojnë tradita, dore ka Bashkia e Shkodrës, një Ronin që tha është do t'ishte mirë, tha që kjo aktivitet të jetë vjetor, pse jo me pasur një program special, sepse kur bashkohen shqiptar, është mirë me na bashku, sepse në përgjithësi shqiptarët sot po mundohet politika me i përqa edhe me i largu. Kurse ne po të rregojmë sonte që vendin e dona, dina mu bashku, juk veri bëhen bashk, të kenë bashk, nuk mendoj që ka kush që mundet me na kriju probleme. Suksese këndë dhe knatësi.
Tham që Vllaznia e Shkodrës përgatitet në 10 kampion dhe shpresojmë të arrijë në majin e vitit 2026. Por të mos harrojmë që një krenari e Shkodrës të gjithë Shqipërisë është Vllaznia e futbollit për femra, e cila është prag të turit të dytë të Europa Cup, ku me datën e 8 tetor do të luaj në Milano përballë Interit dhe me pas një javë më vonë në Loro Borici. Prezent në këtë ceremoni është edhe presidenti i klubit të futbollit Vllaznia, Lazar Matia, arkitekti, strategu dhe mbështetësi kryesor i kësaj skuadre që e ftoi për të bërë një përshëndetje përlluese, por për të na premtuar një kualifikim me Interin e madh. Edhe pse është Inter i madh, Matia ka përgatitur një vazhdim të madhe dhe shpresojmë të presin çfarë do thot Matia. Do të kaloj turën apo jo? Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në qytetin tonë, aty ku ka lidhur futbolli, po zhvillohet dita ditë. Ky aktivitet realisht vjen nga Raymond Smiani si organizator të këtij aktiviteti, dhe qëllimi i këtij aktivitetit mendoj se apërtej sportit, sepse këto futbollistët që sot luajnë në fushë kanë treguar në vite se si luhet futbolli, të janë ikonat e futbollit shqiptar, edhe për ne që nuk kena pas fatin e madh të jena pjesë e futbollit të këtij nivelit, sepse kemi luajtur nivele më të dobta, diku ka qenë klasimi pa televizor ose edhe në stadium, sot kena fatin e madh që i kena edhe janë shumë aktiv, edhe janë promovues për sportin edhe për miqësinë, sepse është sporti nuk është vetëm aty që luhet në fushë, por është edhe për të di. Kështu që ardha këtyre ikonave të futbollit, këtyre ekipeve si flamurtari që kaq vite sa më në futboll ekip ma të organizuar vështirë se mund bëjnë, por ardha e minjve nga Amerika largu, jo për të futboll, por për të ndërtu ura, për të ndërtu bashkëpunimin mes qytetit ku ato e ndin vetën ma mirë se kërkon qytetin e dinjes, është domethënie e madhe. Prandaj aktivitetet të tilla i shërbejnë jo vetëm sportin për miqësisë, edhe për të sportin, sepse këto thash janë sportista që e kanë kryer ciklin e vet ditën më përpara, dhe miqësia që ndërtohet në këto aktivitete është shumë e rëndësishme, ndoshta edhe se shumë gjëra të tjera. Për sa i përket asaj që tha edhe Gaci, sepse mund ka sjellë punën që të bëjë edhe ekipin e futbollit të vajzave. Realisht kjo keni luajtur futboll të ditave, keni luajtur futboll me skuadra shumë të mëdha, por mendoj shumë më vështirë është që të organizosh edhe ndërtosh futbollin e vajzave, sepse vjen nga historia, nga vështirësia, nga problematika që vet ka, është i vështirë, por ne kemi pa një ekip prej vitesh që përfaqëson jo vetëm Vllaznin, por përfaqëson Shqipërinë dhe kombin shqiptar, sepse është i vetmi ekip që merr pjesë në aktivitetet më të rëndësishme të UEFA-s, ekip që ka luajtur deri në grupet e Champions League, kështu që e kemi pa edhe ne si detyrë që të përfaqësojmë Shqipërinë dhe Vllaznin, edhe mendojmë që kena pa punën më të mirë. Për sa i përket Interin, normalisht ajo është çështje e fushës, nuk është çështje dëshirë, për dëshirën e fitojmë gati ndeshjet atje dhe këtu. Mendoj që ekipi janë në rrugën e duhur, me këtë ekipi po përgatitet seriozisht, po bëjmë edhe disa afrime këtë ditë e fundit, që edhe pse është Interi, realisht nuk do ta tërhemin. Vajzat që kemi në ekip janë vajza me karakter, janë shqiptare të mirëfillta që duhin të flamurin, duhin Shqipërinë, dhe mendoj për vetë cilësive kanë një karakter të fortë, kështu që jo pse thëmë të sonde, po ne kena deklaruar edhe më përpara, po janë shorti që me çfarë do ekipi që ta vjen, ne do të pretendojmë që të kualifikojmë, kështu që objektivi jon është objektivi edhe juaj, sepse realisht ne mbështesim e investojmë në sport, por ne s'jena vetëm, kena median, kena tifozat, kena një komptan që mbështet këtë ekip, sepse është thashë i vetmi ekip që përfaqëson Shqipërinë në këtë nivele. Edhe je duhet t'ju uroj tamë suksese Lazar Matia, suksese vllaznisë së femrave. Për ta mbyllur i zoti i shtëpisë Hysen Zmiani, ai
që e bëri gjithë shka të mundur për këtë aktivitet. Vjen pranë mikrofonit për të siç e hapi takimin, do ta mbyll, sepse jemi drejt mbylljes së aktivitetit. Gjara për ju, i zot Zviani. Falenderes, po hala se kena mjull, se jeni të lirë për me mjull në tavolinë si të dy në ju me fjallë. Kështu që nuk është mjull hala, na e kena skilën. Por për ju propozoj diçka. Këtë të bojmë edhe vitin e arshme. Në Shqipëni, nga Mortari, Vllaznia dhe Valladolidi, nga Spanja. Kështu që kam frikë se ka me kënë një tradit, bajagi e bukur, Valladolidi ishte bajagi i fort, se dhe këta kujtojnë që janë një fjes fort, pa e pashi. Me gjithë atë, e pata i tash propozimin për i bashkisë dhe mu po që i fort me fjallë që janë të gachëm për mi ba nështë edhe për çdo vjet. Ta shohim edhe vitin e ardhshëm, jo që nështë do t'jetë nështë hira parë edhe me Valladolidin, se Valladolidin e kena pru këtu, por ka kenë vetëm me Valladolidin direkt në kjo. Kështu që Flamurtarin e kena tunin, Vllaznin po kështu, dhe jeni të mirë pritën si gjithmonë Flamurtarin. Ju falenderoj. Kjo është i fije e rëndë, po për ju kalaj i fije, se kujdes.